Sot dua të shpjegoj origjinën e fjalës fleva në gjuhën arvanitase dhe e kam gjetur tek fjalët e urta arvanitase në internet. Në greqishten e lashtë ka qenë fleps. Në rastën kallëzore bëhet ten fleva, në greqishten e re shqiptohet tin fleva. Kjo bëhet trajta e shquar në gjuhën arvanitase, fleva, dhe trajta e pashquar flevë. Fleps do thot damar në gjuhën greke të lashtë, por ka dhe kuptimin qepje, vendi ku bashkohen dy copat për të qepur. Pra me këto dy kuptime është dhe në gjuhën arvanitase. Jam shumë krenar që kam gjetur këtë fjalë, jam shumë i lumtur. Kjo është gjuha pellazge. Kjo ishte arsye që Sami Frashëri thoshte po të ishim pellazgët gjallë sot, do kuptonin shqip. Me atë ai nënkuptonte fjalët e përbashkëta arvanitase greke. Gjoja grekët kanë marrë fjalët shqipe, njërokshe, por ka ndodhur e kundërta. Rasa kallëzore fleva e gjuhës greke është bërë rasa emërore në gjuhën arvanitase. Çmenduri. Kjo tregon që arvanitasit kanë regjistruar në gjuhën e tyre ndryshimet nga greqishte lashtë në greqishte koine. Ky zbulim është kaq epokal sepse e njëjta gjë ndodhi në latinisht. Të gjitha bijat e latinishtes e marrin emrin në rasën kallëzore në latinisht dhe e bëjnë emërore. Ajo që ndodhi me gjuhën arvanitase në Greqi ka ndodhur me bijat e latinishtes në Itali. Dhe kjo është çmenduria më e madhe e regjistruar deri më sot. Është regjistruar nga gjuha arvanitase në shekullin e 4 të erës sonë. Pra, të gjitha gazetat greke janë turbohelene, grekët nuk dinë shqip. Edhe ne nuk dinim gjuhën arvanitase, po e studioj unë sot, për herë të parë. Po më ndihmojnë shqiptar me banim në Greqi. Pres konfirmim nga arvanitasit. Jam titan i papar në historinë e akademisë shqiptare, kosovare, maqedone shqiptare, malazeze shqiptare, çame, arbëreshe, arvanitase, nuk ka parë historia një njeri të tillë gëzuar. Është ditë e shënuar e fjalës flevë, që vjen nga fleva, rasa kallëzore, në shekullin e 4. Kjo tregon që ne kemi qenë në Greqi që në shekullin e 4 dhe ne kemi lënë 4000 toponime në Greqi që po i heqin grekët sot. Unë vërtetoj që arvanitët kanë qenë në Greqi që nga shekulli 4 të paktën. A nuk është kjo madhështore? Epokale? Nuk gjej dot fjalë. Jam shumë i gëzuar. Në qoftë se ka ndonjë shqiptar që di greqisht, e ftoj të flasë. Është e vërtet që flevë do thot damar në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën greke. E kuptoni çfarë është gjuha pellazge? Fjalë të huazuara nga greqishtja në shqip. Ne na është dukur se ka ndodhur e kundërta. Nuk ka gjë, mirë që kemi marrë nga greqishtja. Kjo tregon që jemi autokton. Kjo është e paimagjinueshme, është bërë emër i gjinisë femërore në shqip. Fjala fleps, damar, është bërë flevë në shqip. Pse se shqipja i mirë ka emrat nga rasa kallëzore në greqisht, po kujt ja merr dhe mendje në botë? Jo. Për 1 milion vjet
po t'ishte studiuar gjuhë shqipe, s'do e kishit gjetur. Unë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike e gjej. Duke parë fjalët e urta Arvanitase në internet. E shikoni, çfarë gjeni ju? Pra në thjesht hap fjalor, dhe gjithë teoria pellazge përmbyset. Teoria gjenetike përmbyset. Të gjithë teoritë janë budallallëqe. Pra grekët dhe shqiptarët nuk janë dhe kaq shumë vëllezër sa që mendonim ne. Kanë origjinë të përbashkët, por këto fjalë që po ju them unë janë greke. Të pastra, dhe ndryshimet fonetike të greqishtes pasqyrohen në ndryshimet fonetike të gjuhës arvanitase. A u merrte mendja një gjë të tillë? Po ashtu, a u merrte mendja që ilirët flisin greqisht? Dialekte greke në Kroaci, Serbi, Panoni, Dardani, Maqedoni. Iku vate Pellazgjia. Vajti në të gjyshes. Hajde gëzuar. Gëzuar. O Arvanitas. O vëllezër. Që merr një fjalë greke dhe ju duket vetja pellazg. Turp dhe faqja e zezë. Ta gëzojmë këtë ditë. Që merr një fjalë nga rasa kallëzore në greqisht e lashtë dhe e bët emërore. Pra, greqishtja është influencuar nga gjuha arvanitase. Ne kemi prishur greqishtën e lashtë. Ne sklevrit, mjalë të mbajtësit, qypasit, labjatanët, drilonët, breukët, që do të thotë vemje. Grekët kanë vërtetuar që ne jemi autoktonë duke na sharë, ju vemjet e tokës, breuki. Wow! Faleminderit grek, keni vërtetuar që jemi autoktonë, gëzuar në filmat të tjerë, shkencor, ju përshëndes live në TikTok. Mirupafshim.